vajzat që vinë të estradës janë sot më të vetëdijshme që ky shërbim edhe duhet të paguhet mirë, apo negociojnë gjithmonë me çmimet dhe kanë dëshirën e këtyre bashkëpunimeve në kompensim. Ka marrë një shumë e bukur. Ka marrë një vlerë ky shërbim që për mendimin tim në showbiz është një nga gjërat më të rëndësishme, sepse në momentin që ne nuk dukemi bukur, as ekrani nuk në dëshiron ndaj shumë. Është e vërtet, po më përpara, vipet për shembull kanë ardhur dhe nuk e kanë patur punë që të reklamonin dhe të bënin reklama, dhe kanë qenë vetëm te ty, dhe ka qenë më e besueshme te klienti. Kurse unë sot nuk kam shumë dëshirë që ta bëj një gjë të tillë, sepse kur është tek unë, pas 4-5 dite ti e shep te tjetra, duke bërë të njëjtën ndoshta reklam që e bënte tek ty. Nuk e di sa mund të jetë e besueshme tek një klient. Kështu që unë me fytyrat publike nuk i marr më, domethënë, një kosto aq sa të tjerat, e bëj gjysmë, dhe i them që nuk i nevojë as reklam të më bësh.